Franca mbylli 4 stendat kryesore të kompanive izraelite në panairin ajror të Parisit për shkak se refuzuan të hiqnin armët sulmuese nga ekspozita, në një veprim të dënuar nga Izraeli që thekson akoma më shumë tensionet me salahatëve tradicional. Një burim i njohur me çështjen i tha Reuters të hënën se udhëzimi erdhi nga autoritetet franceze, pasi firmat izraelite nuk arritën të zbatonin një udhëzim nga një agjenci franceze e sigurisë për të hequr armët sulmuese ose kinetike nga stendat. Stendat përdoren nga Elbit System, Rafael, IAI dhe U-Vision, 3 stenda më të vogla izraelite, të cilat nuk kishin pajisje në ekspozim, dhe një stend e Ministrisë së Mbrojtjes izraelite, mbetën të hapura. Franca, një aleate e hershme e Izraelit, ka shpërsuar gradualisht qëndrimin e saj ndaj qeverisë së Benjamin Netanyahut për veprimet e saj në Gaza dhe ndërhyrjet ushtarake jashtë vendit. Presidenti francez Emmanuel Macron bëri një dallim javën e kaluar mes të drejtës së Izraelit për të mbrojtur veten, cilën Franca e mbështet dhe sulmeve ndaj Iranit që nuk i rekomandoi. Ministria e Mbrojtjes së Izraelit tha se kishte refuzuar kategorikisht urdhrin për të hequr disa sisteme armësh nga ekspozitat dhe se organizatorët e panairit reaguan duke ngritur një mur që ndante pavionet e industrisë izraelite nga të tjerët. Ky veprim, shtoi ajo, u krye në mes të natës pasi zyrtarët dhe kompanitë izraelite të mbrojtjes kishin përfunduar tashmë ngritjen e ekspozitave të tyre. Francezët po fshihen pas konsideratave gjoja politike për të përjashtuar armët sulmuese izraelite nga një ekspozit ndërkombëtare, armë këto që konkurrojnë me industritë franceze, tha ministria e mbrojtjes.